51% Albini. 51% e ka marrë qeverin komplet, pa koalicion, e udhëheq kuvendin, i takojnë, dhe ato nuk mund t'ja kontestoj askush. Mirë po, për të zgjedhur presidentin, duhen 2/3. Dhe ne kemi dëshmuar vullnetin e mirë. Ne i kemi votuar marrëveshjet ndërkombëtare, i kemi votuar zgjatimet buxhetore, jemi munduar që t'i japim vendit zgjidhje. Dëgjoni, ky debati politik sot është interesant vetëm për ne që merremi me politikë. Po e ripërsëris, bisedat që kanë familjet tona në tryezat e tyre, sot nuk janë biseda që i bëjmë ne në kuvendin e Republikës së Kosovës. Ata kanë hale qysh me i siguru barnat. Kanë hale si me i siguru... Jo e juve milionerve. Unë nuk jam milionere dhe nuk ka të keqe nëse dikush punon me nder dhe bëhet i pasur. Nuk jam. Po, jeni përfaqësuese e spektrit të djathtë. Po të jesh përfaqësuese e spektrit të djathtë, se ju keni një interpretim shumë klasik dhe ndoshta të shekullit të kaluar mbi të majtën dhe të djathtën. E djathta sot, e djathta sot, jo domosdoshmërisht operon brenda kornizave që po i përshkruani ju, le që tashmë jemi në epokën post-ideologjike, thënë të drejtën. Dhe Kosova ka probleme imediate, me të cilat duhet të merret. Çfarë politike është e majtë a e djathtë që Kosova të siguroj kapacitetet e veta energjetike? Është politike majtë a e djathtë? Kjo është domosdoshmëri. Të shtrosh rrugë, është e majtë a e djathtë kur nuk ka rrugë? Është domosdoshmëri. Dhe Kosova ka shumë probleme imediate që nuk kanë domosdoshmërisht ngjyrime ideologjike. Nëse një njeri, edhe unë një prej tyre e takova sot dhe s'pja përmend emrin për hir të respektit, një njeri që ka kontribuar shumë për këtë vend, e ka problem që t'i përballoj çmimet e ilaçeve, nuk është as e majtë as e djathtë. Është domosdoshmëri, është njerëzore. Kështu që unë botën e shoh pak ma ndryshe. Mirë po, PDK-ja nuk e ka barrën e përgjegjësisë për dështimin e procesit politik në Kosovë. Përgjegjësia është... Ju jeni tu e bojkotu. Duke pas parasysh që ju pe bojkotoni, ju edhe po e bani problemin. Jo, nuk është e vërtet. Dëgjoni, nuk jemi figura shohu. 50% e qytetarë. Nuk jemi figura shohu ne që të paraqitemi në kuvend kur të nafton Zoti Kurti. Ja, ata duhet me për kushtetutës edhe Republikës. Kushtetuta na e lë ne që të veprojmë brenda vullnetit tonë të lirë.